Përshëndetje të gjithëve, kthehemi në podcast, do të flasim për aktualitetin politik më shumë të fokusuar tek Partia Demokratike dhe tek opozita. Me mua është gazetari dhe analiste Anri Bala. Zoti Bala, faleminderit shumë që jeni me ne. Si, Mario. Kemi parë disa lëvizje të opozitës, më konkretisht të Partisë Demokratike me foltore, me një foltore të quajtur ndryshe edhe nga zoti Berisha si parlamentare dhe qytetare, dhe po ashtu edhe protesta që edhe nga brenda eksponentëve të Partisë Demokratike cilësohen si shëtitje, jo si protesta mirëfilli. Ju si keni parë këto zhvillime? A ka realisht peshë elektorale opozita sot që flasin? Unë besoj se opozitës nuk i humb pesha elektorale, për sa kohë që në çdo lloj në çdo palë zgjedhje arrin të rikonfirmojë veten si partia e dytë më e madhe në vend, pavarësisht se ka një tkurrje apo pavarësisht se ka një lloj hemorragjie që e cila e dëmton partinë, por që ka lidhje më shumë me interesat e individëve brenda partisë sa me elektoratin që mirë apo keq pas kaq shumë vitesh opoziti ka ndejur besnik Partisë Demokratike. Ndoshta janë interesat brenda partijake, pra brenda Partisë Demokratike ose individ ndryshëm që krijojnë një pakënaqësi më të madhe se sa do krijonte pakënaqësia për përballë një qeverie e cila sipas përmbështrimit të elektoratit opozitar, pra të Partisë Demokratike, është e korruptuar dhe këta ndjen pa përfaqësuar prej saj. Dhe kryesisht, sikur se të thash Mario, është ideja që mbi partitë politike këtu prevalon të paktën minimalisht me partitë e tjera që janë partitë opozitare më të vogla, është sovrani që në fund dhe që i ka dhënë besimin për të 4 herë radhazi Edi Ramës të 3 mandate. Dhe kjo historia e mbetjes ka marrë fund pas ditës së 11 maj, për sa kohë Edi Rama rikonfirmoi veten në pushtet, zgjedhet në tentativë të quajë për krejun e Bashkisë Tiranë, që ishin pas pezullimit ose më saktë shkarkimit të detyra, u tentua të ngrinin përmes një bashkëpunimi midis Partisë Demokratike dhe Partisë Mundësia të zotit Sheja të ngrinin kandidat për kryetar Bashkia e Tiranës, siç ishte zoti Binaj. Kjo tregon që ka një lloj bashkëpunimi midis tyre, po jo vetëm, ka një lloj si thua strategjie që është ndjekur për të maksimalizuar votën opozitare të themi, pavarësisht se zoti Lapaj nuk është shprehur ftesës partijake, por ju shpreh ftesës, pra nga dishmëri ftesës së kandidatit për sa kohë ai e mbështeti kandidatin e Binaj për bazë e Bashkisë Tiranë. Kështu që opozita, edhe pse dje u shihi si e marginalizuar, pra e ndarë me njëra tjetrën, sot është më bashkuar paktën se 4 viteve më parë. Kështu që në këtë kontekst, pa përmendur dhe alat brenda PD-s, opozita më shumë duket si e papërfaqësuar tek militantët, pra militantët nuk janë përfaqësuar nga Partia Demokratike dhe kjo shihet si problem ose si thua pengesë që të realizohen qëllimet ose projektet që ata mund të kenë për shkak të një opozite disa vjeçare, shumë vjeçare, që kanë mbajtur bisupe, kështu që nuk, ndoshta ato nuk vdesin më, nuk frymëzojnë më. Pra, njerëz ka, elektorat ka elektorat që nuk e duan Edi Ramën, po s'ka politikan profesionist. Qartë, por ju thoni që ka qenë e bashkuar në disa segmente të caktuara, siç ishte edhe rasti nëse do të bëheshin zgjedhjet për Tiranën me kandidaturën e Florian Binaj që gjeti një mbështetje të opozitës të gjithë së bashku, por duket se nuk bashkohen në protesta, sepse shohim protesta nga Partia Demokratike, protesta nga Shqipëria bëhet, protesta nga Partia Mundësia dhe nuk ka një bashkim sa i takon këtyre manifestimeve. Pse ndodh kjo? Po s'ka bashkim sepse të 3 partitë hiqen ose sillen sikur nuk kanë të njëjtin qëllim pra për të bashkuar, por në fakt në vetvete kanë të njëjtin qëllim. Qëllimi vetëm është sipas tyre të largojnë Edi Ramën, që nuk e bën dot përmes protestave, se dihet shumë mirë që nuk mund të bëhet
me protesta, largimi një të zgjedhurit nga populli. Kështu që qëllimi është i përbashkët, kur duan bashkëpunojnë, pastaj kur duan të organizojnë protesta, gjithë secili tenton të kap atë protagonizmin, duke filluar nga zoti Shej, i cili bën her pas here protesta, njëri e bën përballë kryeministrisë, tjetri e bën në një krah, tjetri krahun tjetër. Po në thelb të gjithë organizimi ose protestat që ata marrin përsipër të mbarvajnë kanë një qëllim ose paktën kanë një politik, që është rrëzimi Edi Ramës sipas tyre. Deri tani më duken boshe, pra janë tentativa për të faktorizuar, por të mos ndenjur në hije, qoftë dhe e zotit Lajbaj nga fakti se gëzon ndoshta ndryshe nga partitë e tjera si Lëvizja Bashkë dhe Partia Mundësia ka një mbështetje më të madhe në rang kombëtar, pavarësisht se ai nuk arriti dot ta maksimalizonte votën për të krijuar numra apo mandate në parlament, po në rang kombëtar, po ta marrim në rang kombëtar është më i votuar nga partitë e tjera. Pavarësisht se zonja partia Lëvizja Bashkë pati një karrige në parlament, Mundësia 2 dhe partia Shqipëria bëhet nisma, Shqipëria bëhet, e cila nuk është më nisma, është vetëm Shqipëria bëhet, arritet të fitojë vetëm një karrige në parlament, por rrezikon një mandat. Qartë, por nga ana tjetër e keni vënë re që gjithnjë më shumë po diskutohet edhe për një qeveri teknike, sidomos nëse shikoni shkrimtarët dhe akademikën që ka ardhur së fundmi në Tiranë, Lea Ypin, në çdo studio televizive ku ajo gjendet pyetet nëse do të ishit pjesë e një qeverie teknike. Pse po diskutohet shumë kjo hipotezë? Shikoni si një hipotezë apo një realitet politik? Nuk e shoh si as faktor, as kandidate, as më hyn në xhep për asgjë që zonja Ypi të jetë kryeministre teknike nuk i hyn puna askuj. Në thelb në vendin nuk është se ka nevojë për kryeministër teknik. Zero. Sepse kryeministrin e kemi për të zgjedhur dhe nuk e besoj se qeveria teknike do të jetë në zgjedhje në mjedisin ku janë sot partitë politike. S'do bëhet asnjë ndryshim. Për mendimin tim, sepse s'mundet që ti, po Rama, se qeveri teknike këtë ngatrojnë koncepte, qeveri teknike nuk caktohet, nuk vjen kështu një entitet nga jashtë të vendos sa numra, sa emra dhe mbi pas atyre emrave ti të qeverisësh që ti të jenë persona teknikë. Nëse qeveria teknike do jetë prapë në bashkëbisedime apo në tratativa me midis Ramës dhe Sali Berisht, pak ndryshim ka se kush është tekniku. Pam qeverinë teknike 2017-s, nëse e mban mend, me ato 5 ministrat e Partisë Demokratike, nuk solli asnjë ndryshim. Thjesht ishte një opsion, i vetmi opsion për nxjerr Lulzim Bashën mas kohë nga Çatra dhe kaq. Pra, u pasi pragmatizëm i momentit, po jo vetëm për ministrat, por edhe në aspekt më të gjerë. Që nuk solli asnjë benefit. Qeverinë teknike realizohet nëse qeveria e Edi Ramës është qeveri e prisht. Pra, kishte 71 mandate, tani ka shkuar 70, 69. E quhet qeveri e prisht. Nuk mund ta quajmë qeveri me 83 mandate që ka nevojë për një qeveri teknike se sa disa aktorë duan që personi që është i zgjedhur të largohet. Ashtu ngrihem unë nesër, dal aty para kryeministrisë dhe them s'dua të jetë Lea Ypi. Dhe ky është, si thua, është ekuacion me shumë panjohur. Nuk mund të ngrihet dikush, kush është ky kryeministër i zgjedhur nga populli me 83 mandate e me qindra mijëra vota që ti bidhet një kërkesë një personi që ka një mandat, qoftë 2 e qoftë 50. Nuk ka asnjë, janë tratativa, qeveria ka humbur besueshmërinë, është e rrezikuar nga drejtësia, se si që pjesëtarët e qeverisë janë subjekte, kjo është tjetër thej. Por edhe nëse do ndodhte qeveri teknike dhe nëse do bësh një zgjedhje parakoshme, askush nuk i garanton Ramës apo kujdo tjetër që do fitoj apo do rifitoj mandatin. Woo!